ndru në zëdhënës të ambasadës. Kur del ke ambasada, reagoj që tjo. Tash ky pozicioni asnjëns, në perspektiven tuaj si deputet të jarshëm, qysh duhet, ose cili duhet jetë pozicioni i LDK-s. Se që ky pozicioni asnjëns, dhe me thonë, ka gjeni farë, mund më konë rezultatet e ngjashme, ka gjeni farë krizë të re, mesim deri pak muja dhe prapë mund shkojmë zgjedhje. Çolla këty asnjëns më duket pozicioni i LDK-s. Asnjëns, absolutisht. 10 muaj ka qenë ti. Ka thonë as më këta, jam shumë komat, okej, në rregull jam. Jo, mendoj pozicionimi nuk ka qenë asnjëherë. Pozicionimi ka qenë i saktë çush natën e zgjedhjeve. Kur është pallë rezultatet dhe kryetari i LDK-s ka deklaruar që LDK-ja populli vendosi dhe LDK-ja është e treta dhe LDK-ja do të jetë në opozitë. Çush natën e parë që e ka pas këtë deklaratë. Dhe ky është qëndrim, ka qenë qëndrim i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Problemi është se ne nuk e kemi përcjell pastaj si e koçi me thonë kjo u kry, edhe me ditë qartë, që na nuk hymë në asnjë lloj qeverie. As me këta, as me ata, jemi në opozitë. Po për me majtë këtë qëndrim të qartë dhe të prerë opozitar, na është dorë veç një veprim me bo. Të cilin e kemë bo pak me vënesë, se kemë bo heqë, fakte ka bo PDK-ja dhe AK-ja. Votimin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Sepse me vendim gjykatës shërtuese dhe me kushtetut Kosovës, i takon partisë apo koalicionit që dele para nga zgjedhjet. Dhe në atë rast, pozicioni shkon tepër i qartë, tepër i saktë. Na jemi në opozitë, ju keni dalë të partë, ju i takon kryetari apo kryetare e kuvendit, vazhdoni tash formoni institucione. S'muni me formu institucione, shkojmë zgjedhje. Po çka është ideja e politike kosovare duhet më pjetë. Shka 28, kushtimi e përmendën në fillim, e diskutuar pak këtë çështje. Unë mendoj që kjo klasa politike në përgjithësi duhet më pjekë edhe më e kuptu. Që nuk guxon më me blloku institucionet. As me teka për një individ, e as me teka kundër një individi. Kjo do të thotë që s'do duhet të vendosen vija të kuqe për asnjë. Po diçka që është e drejtë kushtetuese nuk mundesh me mohu. Po janë parime politike të cilat po thotë që po i ndjekin liderat. Po kuptu që ka pas teke kundër një individin këtë rast kundër Albin Kurti. Ka pas mas pari teke për një individ. Në rregull. Teke ka pas teke për një individ, ka pas për një individ. Përgjigje spirituoze do të thosha unë. Jo, jetë ideja kjo, domethënë, prap po insistoj të një përgjigje pak më e qartë. Domethënë, në rast se 40 e ke qyt këtë qeverisje, na prishe me Amerikën, na prishe me BE-n. Kosova po shkon veç te poshtë. Edhe jo, i pas të 52 vota i ka pas opozita. Edhe 10 komuniteteve jo serbe në 62. Tash jemi fushos zgjedhore. Po duhet dal diku tjetër. Se fushova zgjedhore s'ka filluar alo s'ka filluar. Ideja kjo, me sa unë e kam kuptuar narracionin e LDK-s, çu gut LDK-ja, me dalë me thonë që s'duhen na qeveri me Kurtin, dohen na ndaj në opozitë, sigur me pas një farë interesi LDK-ja që me i që thot mja hek petën laknorit. Po, mja hek petën laknorit, si kem pas numrat. Numra ka pas, më po që po t'i kalzojnë në atë më deputet e komitetve që ka thonë se votojnë. Po pse se keni thonë? Paktën 3 që ka thonë si votojnë. Arben, Alnini përgjithë. Paktën 4 tash, edhe rashiqin e seshtin. Paktën 4 deputet komuniteteve që nuk e votojnë njëri. A ka pas një tendencë të mërshme, pse s'është vepruar më shpejt, më shkon zgjedhje më herët. A ka pas një tendencë të mërshme të LDK-s që LDK-ja me majt pozicion i jashtë dhe dhës, me gjosë dhe për shkak të mosbesimit kriju me ta në një bashkëqeverisje 50 ditore, tu ashtu edhe asaj që Albin Kurti thotë që qeverisja me LDK-s na zgjat mua as 5 orë, jo 50 orë, e me ofru PDK-n të qysh me vetëvendosjen, e që LDK me met në opozitë dhe pastaj këto